Ka thonë Muhamedi alayhi salam, kur zgjohet dikush prej gjumi, le të shpërlan hunën e tina 3 herë, për shkak se në birat e hundës flan shejtani. Kështu ka thonë Muhamedi alayhi salam, këtu e ban gjumin shejtani. Do me thënë, sa herë zgjohesh prej gjumit e nuk e ki qëllim me marrë vudu, nuk është koha për më falë, veç që e zgju prej gjumit edhe do me vazhdu punën tane, ose leximin tanë, ose udhtimin tanë, i zgju prej gjumit të ditës apo të natës, në veçanti të natës, nuk ki qëllim me marrë vudu, atëre shpërlan hunën kështu 3 herë. Shif, 1 herë, 2 herë, 3 herë. Por shkak se në birat hunës ka thonë Muhamedi alayhi salam, flan shejtani. A duhet me pas njetë për këta? A duhet me ba njetën si për vudu? A duhet me pas njetën qëllimin? Realisht të e ki njetën për me shpërla hunën për këtë hadith, se për që dhe e ardhë këto. Ama nuk obligohet njeti, për shkak se njeti në largimin e ndësirave nuk është i nevojshëm. Sa arje zhyt edhe do me largu e ndësirë, nuk i nevojë për njetë dveçan, veç e largon ndësirën. E kjo hen këtë regull që nuk i nevojë për njetë. Edhe pse, thamë, njetën e ki, veç se por përgjigje disa njerëzve që kanë qef në detaje me di gjanat. Që është për gjumit, nuk do me marrë vudu për më falë, për shkak se nuk është koha më falë, s'do me marrë avdes, i pastron hunën 3 herë. Besoj që ka e qartë, ka thonë Muhamedi alayhi salam, pastroha për shkak se në birat hunës flan shejtani. E lusëm Allahu azza wa jalla na rujt, kështu që praktikoni musliman. Wallahu alem sa damet i sjell kjo. E nuk lyp prej teve se në 5 sekonda e shpërlan hunën tane 3 herë edhe e praktikon këtë hadith Rasulit alayhi salam. Edhe fundit, nëse dikush thot nuk bën me përmend Allahun në banjo, nuk jam në banjo. Kjo vecia është ndame prej këto.